Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Pra, me emrin e Zotit, mbështetem tek Allahu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë dy fjalë janë shumë të rënda beshore, shumë të mira, shumë të mëdha. I kanë përdorur edhe pejgamberët e Allahut. I kanë madhruar dhe vetëm atij i bëhen shkëqyri, hamdi Allahut, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. I kanë madhruar i madhëshëm. Mi mësotën, mësojmë dhe ndole u përklasa, nuk më heci, o madhrova, më hojtë për i punën, më si thojka, nuk jem shtet për punën. Jo, je komplet ke dalë dhe thënë, përbalë të malkumit e përbalë, shto dojë që në keqë, atyre njerëzit që s'dunë, pa si thojë arna, armatosu. Edhe arma më mirë është namazin e sabahut. Nuk e zëtë së gjokë. Për para Allahu që në shërët të t'jemi në lëgëri bashkë në mund. Unë elhamdulillah kom fa. Për rrët një 54 vjetë. Se u lana e. Veshë ka qëllu në rrasë, se ka dalë gjumi, të e i falë për të mund e zëtë që në shërët. Edhe kom dalë i armatos. Me namazin e sabahu. I armatos. Nuk të telë kush parë. Sa dalën, kanë bana i gjonë, azi gjonë së të botë. Ti ke dalë, shejtoni masteje, me parateje në vrap, edhe ku doje me qo. Ke dalë atje, i kafe, i gotraki, cigare në dohonit, e Allah në rrë. Më thërë i punëtorë, shkote nga lajgjën, shkote në punë të në. Si siguroj për gjithë në dohonit të unë në maru punë të në. A njëri ka plena. Të zemër u lezë, shkote në punë për gjithë në dohonit. A njëri, a thërë në këmë. Sigurohë kave në mjesit të tekën e kakis, pa gjithë në dohonit, asë i herë të më shpejt, kur për Zotit. Pa namaz sabahu, me këto defekte të rënda, nuk më shpejt. Në falin të pa them, po hiqni me këtë minut. Me alkohol, me dohon, fut në namaz në sabahu, për këtë me Zotit kini bërtarë tonë, me më përqafu. Ju bekot Zotit. Allahu në falë në më shirofë, të fjallë në si harani.